Kam bler një këmishë që përkon në ngjyrën e këtyre trëndafilave dhe ka ndodhur një skandal shumë i madh, të dashur shqiptar. Fjala greke trëndafili, që do thot ngjyrë trëndafili, është një emër asnjanës. Është emri origjinal. Pra emrat asnjanës në helenisht shfaqen si emra mashkullor në shqip. Në fakt emri trëndafili është edhe në gjuhën arumune, një lloj trëndafil, në gjuhën bullgare, në gjuhën rumune trëndafir, është përhapur edhe në gjuhën ruse. Është një fjalë shumë e bukur, trëndafili. Por gjithoni ju të dashur shqiptar, vjen nga fjala trianda, 30, dhe gjethet fillon. Në gjuhën helene ndodh i njëjti ndryshim fonetik si në shqip. Y-ja bëhet i. Pra trianda fillon, 30 gjethet, bëhet triandafili ose trëndafili. Ndërsa kjo evoluon në greqisht në trëndafilo. Po ashtu emër në neutër. Por greqishtja ka dhe variantin trëndafili, që tregon që të njëjtat ndryshime fonetike që ndodhen në greqisht ka ndodhur midis dialektit grek dhe tosk. Pra gjuha greke mban vetëm dialektin tosk, gjuha greke regjistron elemente të greqishtes së lashtë. Grekët pa dashje vërtetojnë që çamët dhe arvanitët dhe arbreshët janë autokton. Ju faleminderit të dashur grek për dhuratën që na keni bërë në ditën e gruas. Ju faleminderit në filmat të tjerë shkencor të dashur grek dhe duhet të them vetëm këtë gjë që edhe numri shumës është trëndafila në shqip dhe në greqisht e madhe.